Në vitin 1933, Gjermania naziste nënshkroi marrëveshjen Havara, apo transferimi, me agjenci sioniste, një plan që u mundsonte hebrejve gjerman të emigronin në Palestinë duke transferuar pasuritë e tyre në formë pajisjesh industriale dhe bujqësare. Në atë kohë, skema u reklamua si ndihmë humanitare. Sot shihet qartë se funksionoi si instrument i inxhinierisë demografike. Paralelja është ronditëse. 90 vjet më vonë, palestinezët sërish transportohen përmes rrjeteve që flasin gjuhën e shpëtimit, ndërsa fshin pretendimet e tyre ligjore dhe territoriale. Që fluturimi i parë përfundoi në Afrikën e Jugut, është jashtëzakonisht simbolike. Vendi që shembi apartheidin e njohu pothuajse instinktivisht jehonën e së kaluarës së vet. Kur pasagerët u liruan më në fund, presidenti Cyril Ramaphosa ndërhyri personalisht, i mirëpriti për arsye humanitare, por paralemroi se Afrika e Jugut nuk do të bëhej korridor për deportime të maskuara. Ky model nuk është as izoluar, as rastësor. Raportet sugjerojnë fluturime të tjera të organizuara nëpër kanale të ngjashme dhe një numër në rritje ofertash rilokimi për palestinezët e ngujuar mes luftës dhe dëshpërimit ekonomik. Roli izraelit në mundësimin e largimeve pa dokumente nuk mund të reduktohet në neglizhencë burokratike. Ai përputhet me objektivin e gjatë për të depopulluar Gazën pas skenën spektakolare të dëbimit.